Një pikë e dobët e prindërve çdo herë mbetet ushqimi dhe të ushqyerit, pavarësisht gjitha të mirave dhe çdo gjë që e shpjegove edhe për kurrikulën, edhe për sistemin, edhe për frymën e punës, edhe çdo gjë tjetër, gjithmonë është edhe ajo pyetja e ushqimit. E keni menduar mirë edhe këtë pjesë për të gjitha ato kategori të fëmijëve, edhe ata që kanë alergji të ndryshme, edhe çdo gjë tjetër. Po pjesa e ushqimit është pjesa kryesore, kisha thënë, në zhvillimin e fizik të fëmijës edhe të shëndetshëm. Fëmijët sigurisht ju shërbehet ushqim i freskët edhe i shëndetshëm çdo ditë në shkollën tonë. Kemi kuzhinën e cila operon gjatë tërë kohës, edhe u ofrohet vetëm ushqim i shëndetshëm, jo fast food, jo ushqime të cilat janë me vajra, me sheqerna të dëmshme për fëmijët. Gjithçka që shërbehet dërgohet me menu javore tek prindrit, i shohin opsionet e lloj-llojshme të cilat i kanë opsione vegetariane, kanë opsione të cilat janë pa gluten, nëse kanë alergji fëmijët, po pjesa e ushqimit të shëndetshëm është shumë e rëndësishme për shkak se ajo ndikon në fokusin, vëmendjen e fëmijës, në zhvillimin fizik të tyre, kështu që është diçka që ne e marrim me kogja seriozitet edhe që ndikon shumë edhe të procesi mësimdhënies. Dhe ndryshon shprehjet e fëmijës, sepse e di që ka fëmijë, ndoshta për shkak dinamizmit prindërve dojnë më shumë fast foodin ose ushqimet jashtë dhe ndrojnë shprehi, ndoshta në fillim kanë ankesa jo nuk më haj shumë jo kështu, por shprehia pastaj ndryshohet edhe është në të mirë të ty në gjithsesi. Po, ajo është edhe gjithë qëllimi që për shkak se ne jemi një institucion edukativ që të ndërtojmë shprehi të mira të fëmijëve, jo vetëm nga ana e shëndetit, por edhe nga ana e shprehive, vlerave të cilat ata i ndërtojnë, respektin ndaj të tjerëve. Ka shumë aftësi të tjera të cilat ata ju ekspozohen në përditshmëri, edhe është një ambient në të cilin kalojnë një kohë shumë të gjatë, edhe si ne thonë fëmijët janë si shpuza ashtu e thithin gjithçka që e shohin nga të rriturit, kështu që siç e thash në fillim është një përgjegjësi shumë e madhe, cilën e marrëm me shumë përgjegjësi.